Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë një tavë milaneze me patlıcan dhe oriz. Sigurisht që do ketë edhe përbërës të tjerë që do t'i zbulojmë gjatë përgatitjes së kësaj video. Fillojmë me përgatitjen. Këtu kam një qep, kam edhe patlıcanët, në fillim grim qepën. E grim në pjesë të vogla, e shtojmë në një tigan duke i shtuar vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje të plot qepës. Ndërkohë që qepa kaurdiset, ne pastrojmë një domate nga lëkura dhe më pas domaten do t'a presim në kubik. Fare mirë, për të reduktuar kohën, mund t'a grini edhe në grirës perimesh. Por kështu kuptohen ato coprat e domates në orizin që do mbushen këto patlıcan. Shtojmë diku te 300-400 gram me mish të grirë. Edhe mishin e përziej mirë, derisa ta shikoni që mishi ka ndryshuar plotësisht ngjyrë dhe ka marrë një skuqe të lehtë. Shtojmë tomatet e prera në kubik dhe të pastruara nga lëkura. I lëm 5 minuta në zjarr derisa domatet të shpërbëhen. Kur lëngjet të kenë avulluar plotësisht, do t'i shtojmë 2 filxhan të çajit me oriz. E kam larë orizin, e kam kulluar, e shtuam në tigan. E përziej mirë me mishin e grirë, qepën dhe domaten më saktë, se shtuam vetëm një domate. E kemi gati. I shtojmë erza, do t'i shtoj piper të zi, mix erzash. Vetëm këto 2 erza. Nëse dëshironi mund t'i shtoni edhe shafran ta bëni të verdhë, por unë sot po e lë tamam siç është kjo receta milaneze. I shtojmë në fillim 2 filxhan të çajit me ujë dhe 2 filxhan të tjerë do t'ia shtojmë më pas. Domethënë ujin do t'ia shtojmë gradualisht. Do e thithin këtu ujë dhe më pas do shtojmë filxhant e tjerë. E rregulloj masën me krip dhe e lëm të ziejnë derisa të përthiten plotësisht lëngjet. Ndërkohë që orizi zien, ne do merremi me patlıcanët. Këtu kam diku tek 1 kg me patlıcan. Megjithatë, duke i prerë kështu në ripa, duke i dhënë një skuqje dhe duke e parë sa do na marrin tava. Nuk është e thënë që 1 kg i plot me patlıcan, unë do doj më shumë ose më pak. Te ky tigani i zgarës do t'i bëjmë një skuqje të lehtë, i kam shtuar pak vaj ulliri tiganit, derisa patlıcanët të fitojnë atë elasticitetin. Do t'i skuqim nga njëra anë dhe më pas do t'i kthejmë nga ana tjetër. Duke i skuqur patlıcanët dhe duke i vendosur direkt në tavë. Ka pak punë kjo tavë, por del shumë e shijshme. E lyejmë tavën e kekut me vaj ulliri dhe më pas rëndisim patlıcanët duke rrethuar komplet tavën, duke i lënë edhe pak patlıcan nga jashtë që të kemi mundësi ta mbulojmë. Gjithatë do e shikoni në video si do veproj unë. Unë e kam bërë dhe herë të tjera këtë tavë, por kam dështuar në përmbysjen e tavës, ndaj dhe nuk e kam postuar. Kur e kam kthyer tavën, më është prishur. Vendosim orizin, është pothuajse i gjysëm i zjerë mund të them është, i shtuam edhe 1 filxhan të çajit me ujë, në total ka 5 filxhan të çajit me ujë. Këto patlıcanët që lam pak më shumë nga tava do t'i palosim për të mbuluar të gjithë pjesën në sipërfaqe. Po ka dhe patlıcan që shndrojnë në ajër, për t'i fundosur të gjithë patlıcanët dhe të ringjitur me orizin, do t'i shtoj edhe një domate të prera në këtë mënyrë.
pak vaj ulliri sipër dhe direkt në furrë për 30-40 minuta kur ta shikoni ju që është gati. Ky është sekreti i kësaj tave. Duhet ta lini patjetër që të pushojë 20 deri në 30 minuta, sepse kur e ktheni, ajo ju prishet nëse e ktheni të nxehtë. Ky është momenti i duhur dhe ky është çelësi i kësaj recete. Duhet ta lini patjetër të pushojnë për disa minuta. Dhe ja ku jemi miq, një kombinim perfekt i mishit të grirë, orizit të shkrifët dhe patallxhanëve të pjekur në skarë, e thjeshtë, ekonomike dhe me një paraqitje që do e pëlqejnë të gjithë në tavolinë. Ju falenderoj.